20 stadiume do të ndërtohen në Kosovë. Këtë po e thot kryeministri në detyrë Albin Kurti. Investimet lartë do të punohet në rregullimin e infrastrukturës futbollit me 200 milionë euro për mbi 20 stadiume anë mban vendit. Unë jam fort që mirëna me politik, ama një sen e di që gjatë këtij mandatit të qeverisë nuk u përërua asnjë stadium i ri, anise kishte premtime të mëdha. Përveç stadiumeve në qytete të mëdha në mbledhjen e qeverisë u premtua edhe stadiumi nacional. Unë po du m'ju kujtu që për 5 vite të kaluara stadiumi i qytetit të Gjilanit kaloi në një seri të epizodave të burokracisë së pakuptimt. Këtu më së shumti kanë pësuar skuadra drita e Gjilanit që fatkeqësisht ndeshet po i zhvillojnë në një fushë që s'ka kushte për tifoz. Disa punime kanë filluar edhe në stadiumin Adem Jashari në Mitrovic, veç ju shko marr vesh unë, edhe atje janë ndalu punimet për arsye të panjohura. Projekti deri sot kena pa shumë të stadiumeve që kanë mund ndërtu, ama pika më e dobët e futbollit ton mbetet infrastruktura. Përveç stadiumit Fadil Vokri në kryeqytet që i plotson kushtet për ndeshjet ndërkombëtare të nivelit më të lartë, fusha tjera janë larg këtij standardi. E ju si mendoni, a kena me pas infrastrukturën më të mirë sportive në rajon që ka premtu Kurti? Na komentoni. E për më shumë video si kjo, na bëni subscribe në YouTube Radio Urban FM 103.5.